Good evening and welcome to Bugajski Hour. I'm happy to be back in Tirana to examine important global and local developments that affect the lives of all Albanians. And my guest today on the Bugajski hot seat is Bamir Topi, and we will be examining the chances for the so-called presidential party in the upcoming parliamentary elections. I will also be discussing questions about politics and world affairs with our studio audience. Today we have youth activists from the New Democratic Spirit Party. But first, I will give you my overview of America's perspective on the world. What is Washington thinking? My subject today is Secretary Kerry's tough agenda. US presidents during their second term in office have more flexibility and less restraint in their foreign policy. Barack Obama no longer needs to have one eye fixed on future elections, and he can pursue initiatives that leave a lasting legacy. The newly appointed Secretary of State, John Kerry, will be the point person in implementing Obama's extensive second-term agenda, and he faces several familiar challenges, as well as a number of emerging crises. In fact, within days of Kerry's appointment, two pressing problems resurfaced: the nuclear threats from North Korea and Iran. Pyongyang has conducted another nuclear test despite extensive international condemnation. Sanctions against North Korea are simply not working, while a preemptive US strike against its nuclear facilities could spark a new war with South Korea. One alternative would be to open a dialogue with Pyongyang and offer political and economic benefits that would at least postpone the nuclear program. Ultimately, however, unless the regime collapses, the chances of a military showdown with the North will escalate throughout Obama's second term. A similar situation exists over Iran's nuclear weapons. Vice President Joe Biden recently broached the possibility of direct talks with Tehran over its nuclear weapons program. Obama has avoided such a dialogue to avoid being seen as weak towards dictatorships. Kerry will evidently have more leeway to deal with various anti-American regimes. Obama also wants to leave a positive legacy in the Israeli-Palestinian conflict by moving towards a two-state solution without threatening Israel's security. This could prove Kerry's most difficult assignment, as both sides regularly undermine any durable agreement, and Washington has been unable to impose a lasting peace. However, Obama may feel less restrained in pressing for compromises and resolutions during his second term. Kerry also faces sparring conflicts in Syria and North Africa, and his biggest challenge will be in opposing existing dictatorships in the Middle East without indirectly supporting Islamist radicals who may prove even more anti-Western if they come to power. Kerry's diplomatic skills would be sorely tested because many of the current threats do not call for military coalitions, but much more complex political maneuvering. It is time again for the Bugajski hot seat, and our guest today is Bamir Topi,
a former Albanian president, and now competing in Albania's parliamentary elections in June. Welcome to the show. Thank you. Thank you for joining us. Let me give you a little background on our guest. He was first elected as a parliamentarian in 1996 and served as Minister of Agriculture, as well as Vice Chairman of the Democratic Party. Most notably, he was elected the 5th President of Albania from 2007 to 2012. And in September last year, he became the leader of a new political party called the New Democratic Spirit. Again, welcome to the show, and let me sort of jump right into the politics here in Albania. The political atmosphere, I sense, has deteriorated somewhat recently, particularly, I would say, as a result of this acquittal of two senior-level policemen who were accused of killing protesters in January 2011. Let me ask you, what do you think of the court's decision and what impact does it have on Albanian politics? Spari më lejoni që t'ju falenderoj për ftesën dhe të vlerësoj këtë program që është mjaft interesant. Dhe besoj është nga ato programe që e jep situatën në mënyrë realiste dhe pa diktuar nga politika editorialiste apo nga pushtetet caktuara. Unë mendoj që situata politike në Shqipëri pak a shumë ka notuar në këto ujëra. Her pas here krijon amplituda më të forta për shkak të disa ngjarjeve që janë shumë specifike. Juve ju referuat vendimit të Gjykatës Tiranës lidhur me 21 janarin. 21 janari tani konsiderohet edhe afër edhe larg, tashmë kanë kaluar 2 vite nga një ngjarje shumë e rëndë, e cila tronditi fort shoqërinë shqiptare, por edhe institucionet shqiptare. Unë e kam thënë dhe vazhdoj t'i qëndroj besnik pozicionit tim, qoftë si qytetar, qoftë si ish president, por edhe si politikan, nuk mendoj që është arsyeshme që të futem në interpretimin teknik të vendimarrjes gjykatës. Besoj ky është një parim që ndiqet edhe në botën demokratike, por kjo sigurisht nuk pengon askënd që të merret me interpretimin dhe me komentimin e situatës politike që ekziston në Shqipëri dhe në kuadër të kësaj vendimarrje. Me drejt ju thatë që pat një vendim të Gjykatës Tiranës që solli një këndvështrim të diferencuar, qoftë në opinionin publik, qoftë tek komentatorët politik, por besoj tek shoqëria në përgjithësi. Kështu që edhe unë nuk mund të mbeten i pa infektuar në thojza, pikërisht për të interpretuar se si vjen ky vendim, në ç'kushte vjen ky vendim dhe si është situata institucionale në Shqipëri. Unë dëshiroj ta ripërsëris që sot institucionet në Shqipëri, sidomos mbas atyre ndryshimeve që unë do t'i konsideroja dramatike për konsekuencat që kanë sjell në jetën e institucioneve shqiptare, në respektimin e të ashtuquarit rregull të demokracisë, check and balance. Pra gjithmonë më shumë sot kemi një dominim të institucioneve nga ana e kryetarit të mazhorancës, i cili sot është kryeministër. Kështu që duke rikthyer specifikisht ngjarjeve të 21 janarit, unë do të thoja që kjo ngjarje ka merituar dhe meriton shumë vëmendje dhe ajo që duhet të merret më shumë se cili do të jetë institucion është drejtësia. Në raport normal midis institucionit të prokurorisë dhe gjykatave. Pasi tek e fundit, pavarësisht nga problemet në standardet që kanë këto institucione sot, për definicion të demokracisë, por edhe për atë që duhet të ketë publiku, duhet që institucionet drejtësisë të japin besim, të japin të drejtën, dhe të kemi luksin më së fundi që ata që do flasin fundit janë pikërisht institucionet drejtësisë. Por duke pasur këtë klim paragjykuese, e cila ka vërtet argumentat shumët për ta interpretuar, që sot institucionet zgjidhen në Shqipëri me 71 vota, presidenti zgjidhet me 71 vota, që do thotë që është shansi që të ketë gjithmonë një kandidaturë partijake, politike,
Dhe parlamenti që voton në shumicën e ligjeve me 71 vota, kjo e çon jetën e institucioneve të Shqipërisë në mënyrë të dukshme larg atyre standardeve të demokracisë dhe le shumë vend për të gjykuar, për të paragjykuar dhe për të parë pastaj disa vendime me të cilat së paku publiku i gjerë nuk është i kënaqur. Ngjarja e 21 janarit, po të shikoni me vëmendje, ka aktorë të ndryshëm. Ka aktorë që vinë nga jeta e opozitës, ka aktorë që vinë nga mazhoranca, ka aktorë që vinë nga institucionet. Shpeshherë unë kam qenë në qendër të kritikave lidhur me 21 janarin dhe dëshiroj të ritheksoj edhe një herë që si president e Republikës, si kryetari i shtetit shqiptar në atë kohë, i kam parlemëruar palët politike për uljen e tensioneve, për nevojën e vendosjes dialogut. Dikush thotë që nuk e ke thënë në kohë, madje edhe me datë 21 janar nuk e shprehur. Ka qenë pjesë një sulmi politik të orkestruar nga kryeministri aktual. Unë kam dokumente dhe filmik dhe besoj publiku shqiptar i din tashmë që edhe një ditë përpara, me datë 20 janar në mbrëmje, duke shfrytzuar një takim me trupin diplomatik të akredituar në Shqipëri, kam parlemëruar në mënyrë të qartë dhe të fortë nevojën për të larguar këtyre tensioneve dhe për të vendosur në atë dialog politik për cilin nuk mund të jetë përgjegjës presidenti, por janë palët politike. Kam folur dhe me datë 21 dhe pastaj ju e dini që presidenti është përfshirë në një skenar qesharak të artikuluar nga kryeministri për përfshirjen në gru shteti së bashku me titullar të institucioneve të pavarur dhe kushtetuese. Sot, mbas 2 viteve, politikisht do thoja që njeriu më i ekspozuar në ndryshimin, në atë lloj metamorfoze, në paraqitjen e të dhënave, në dyshimet, në të gjitha suspektet që e kanë ndjekur këtë klim, dhe pikërisht në argumentet, të cilat për fat mirë koha fillon dhe të vërtetoj gjithçka, njeriu më i ekspozuar në falsitetin e akuzave është pikërisht kryeministri aktual. Would you say that much of the public has lost faith in the judicial system, which is a very important pillar of a democratic society? In other words, I keep hearing from people it's corrupt, too much political influence, under the control of certain interest groups. I mean, how would you describe the justice system, or what really needs to be done to reform it, to bring it up to European standards? Unë besoj që jemi në inerci të përgjigjes së pyetjes parë. Jemi pikërisht tek jeta e institucioneve për një kohë gjatë. Institucionet e drejtësisë vuajnë pikërisht mungesën e reformës. Një pjesë e reformës nuk është realizuar edhe për shkak të diferencës në vullnetet politike. Ende, sot, ligji për gjykatën e lartë nuk miratohet, për shkak se ai ligj kërkon 3/5 e deputetëve në parlament, që do thotë që është një votim i cilësuar, dhe ndërkohë që mungon vullneti një pale për të qenë pjesë e aprovimit të këtij ligji, ata që e vuajnë drejt për drejt kush janë? Është sistemi i drejtësisë. Unë si ish president në atë kohë dhe si kryetari i Këshillit Lart të Drejtësisë në atë kohë, kam provuar mungesën e një komunikimi për një ligj tjetër që ka qenë shumë i rëndësishëm, që ka qenë pikërisht ligji për konferencën gjyqësore, i cili kërkonte në të njëjtën mënyrë një votim të cilësuar, dhe ne u vendosëm në një situatë shumë të vështirë, si Këshilli i Lartë të Drejtësisë, sepse nuk arrinim të rinovonim mandatin e njerëzve që kishin mbaruar mandatin zyrtar. Pra do thotë, me fjalë tjera, që përgjegjës të drejt për drejt për mungesën asaj reforme që duhet jetë e thellë dhe e gjerë në sistemin e drejtësisë, është pikërisht vullneti i partive parlamentare. Unë nuk besoj që të ketë institucion më të rëndësishëm sa institucioni i zgjedhjeve në Shqipëri. Nga ai lloj institucioni vijnë të gjitha institucionet e tjera, sepse Shqipëria është republikë parlamentare. Parlamenti shqiptar ka përgjegjësinë e plotë, jo vetëm të miratimit ligjeve, të debatit politik, por edhe të zgjedhjes së institucioneve. Fakti që ai parlament vjen përgjithsisht
nga një votë e kontestuar, sepse sistemi zgjedhor është i tillë që ka pak besim dhe ka shumë kritika, tregon pastaj që shumë ligje, shumë rregulla dhe shumë reforma që duhet vinë nga parlamenti, vinë në mënyrë të deformuar dhe sigurisht fillon dhe denatyrohet dhe misioni i sistemit drejtësisë, i cili nuk merr ato ligje që duhet i marrin në kohë. Unë, qoftë si politikan sot, por edhe si qytetar, ndjej një nevojë të domosdoshme që sistemi i drejtësisë të rifitojë besimin. Dhe rifitimi i besimit duhet të jetë së pari tek kuadri rregullator i ligjeve, por edhe tek integriteti i prokurorëve, i gjyqtarëve, që të mos jenë të influencuar as nga presionet politike, sikurse ndodh rëndom, por edhe nga presioni i botës së fëlliqur financiare. Këtë kemi parë për të argumentuar, për të futur në disa elementë konkret tek çështjet e pronësisë në Shqipëri. Fakti që mjaft njerëz kanë probleme me pronësinë, edhe mbas 22 vitesh nuk e kanë zgjidhur, kjo vendoset shpesh herë në vullnetin atyre që gjykojnë. Dhe palët, me sa kemi dëgjuar gjatë këtyre viteve, e kontestojnë ndjeshëm këtë punë. Pra unë mendoj që në rast se ne krijojmë një klimë të përgjithshme, jo thjesht të interesit politik të çastit, por një klimë komunikimi, dialogu me gjithë faktorëve politik për të dhënë mundësinë e reformimit sipas standardeve të Këshillit të Lartë Drejtësisë së pari, pastaj të gjykatave të prokurorisë, unë mendoj që situata me gjyqësorin dhe kredibiliteti i tij do jetë ndryshe. You've already brought us into the elections, and I have a couple of questions, obviously, on the whole election process. What concretely do you think needs to be done to make sure these elections in June are fully legitimate, acceptable to all political parties, internationally legitimate, and not subject to subsequent protests and disputes, which has been the case in Albania for several years? Zoti Bugarski, unë para se të përgjigjem, dëshiroj të them që sikurse ju orientoni pyetjen tuaj ndaj meje, është shumë interesante sepse të njëjtën pyetje marr nga bashkëbisedues të ndryshëm, nga ata që janë, do të thoja, mbështetës të kauzës sonë politike, por edhe nga ambasador, nga njerëz të rëndësishëm të vendimarrjes, që do të thotë që të gjithë janë të koncentruar tek një shqetësim. Vërtet ju keni mbështetje, por a ka mundësi të na thoni si do e mbroni votën tuaj? Kjo është një pyetje që do të thotë shumë. Do të thotë shumë. Jo thjesht për retrospektivën dhe historinë e zgjedhjeve politike në Shqipëri, apo të zgjedhjeve lokale apo administrative, por mbi të gjitha për besueshmërinë që duhet të ketë infrastruktura, kodi zgjedhor për zgjedhjet që vinë. Unë këtu kam një koment. Dhe ky koment lidhet tani më jo thjesht me ata që kanë përgjegjësi të drejtë për drejtë administrimin e zgjedhjeve, që është qeveria shqiptare, por dhe me kontributin negativ, do të thoja, të opozitës për të ndërtuar një kod zgjedhor në interes përgjithsisht të dy individëve. Pra një kod zgjedhor që nuk merr në konsiderat baras vlefshmërinë e votës në të gjithë territorin, pra një kod i cili shkon në interes të karrikes dy individëve dhe lufta bëhet midis dy individëve. Dhe në demokraci askush nuk ka të drejtë të paragjykojë se si do të jetë rezultati i zgjedhjeve. Sepse në eksperiencën time politike, në eksperiencë të gjatë institucionale dhe atë që unë po prek sot në terren, situata në terren është totalisht ndryshme nga ajo që mundohen këta që kanë ndërtuar një kod zgjedhor të denatyruar që në fillim, qoftë edhe nga mbështetës mediatik që mundohen që ta sjellin situatën zgjedhore ndryshe nga që është në realitet. Sot ka dy opinione të dukshme. Një opinion është kontestues për mënyrën e qeverisjes së kryeministit Berisha, dhe opinioni tjetër është një lloj pakënaqësie që njerëzit kanë për aksionin e opozitës kryesore. Që do thotë, gjatë tyre viteve, duke pasur një opozitë me numra jo të pakët në parlament, pra të kesh 66 mandate në parlament,
natyrisht po të kishte një opozitë organizuar mirë, do ishte shumë e vështirë për kryeministrin, qeverinë dhe mazhorancën për ta orientuar jetën politike, jetën parlamentare dhe vendimarrjen qeveritare në shumë pika të kontestueshme. Fakti që kjo opozitë nuk ka ditur të orientojë si duhet luftën politike, debatin politik, sidomos një debat profesional në parlament, dhe dyta për ta orientuar rreth një debati publik për çështje shumë të rëndësishme, tregon që të dyja palët janë përgjegjëse për mjaft situata që ka kaluar dhe po kalon Shqipëria. Sot ne kemi në mënyrë gati të pabesueshme një errësirë për sa i përket të transparencës qeveritare. Për mjaft ligje, për mjaft elementë që lidhen me privatizimin e ekonomisë, me mjaft çështje që lidhen me pronën, me ndryshime të akteve rregullatore që vijnë pas një lloji transparence, me mënyrën se si punon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot nuk është një mekanizëm apo një strukturë institucionale, per definicion do thoj institucionale, po është partijake. Është partijake sepse kompozohet pikërisht nga titullar partijak të cilët sillen sipas së vullnetit dhe orekseve politike të partive politike. Ndërkohë që ai komision që ishte në vitin 2007, ende pa u bërë ndryshimet kushtetuese, ishte një komision ku kishte përfaqësues presidenti, kishte Këshilli i Lartë Drejtësisë, por kishin edhe përfaqësues partive politike. Pra, një komision i ekuilibruar, i cili i jepte më shumë besueshmëri se sa ky komision, i cili në të vërtet sjell shumë fobi tek njerëzit do marrin pjesë në zgjedhje apo tek përfaqësuesit politik të partive të caktuara politike. Given what you've said about, I don't know whether you'd call it a party duopoly or how would you describe it in Albania, but tell us a little bit about your party, about the New Democratic Spirit. First of all, why did you break with the Democratic Party? Why did you form this new party? Why was it important? And secondly, what is the ideology of the new party? Where do you stand in terms of the political spectrum, your political coloration, if you like? Edhe kjo pyetje patjetër më jep mundësi që të shpjegohem. Frymëria Demokratike është një parti e qendrës së djathtë. Pra, nuk është një risi në jetën politike shqiptare, sepse edhe partia tek e cila ne kemi qenë ka qenë orientuar si një parti e qendrës së djathtë. Por në rrugën e saj, sidomos në të gjitha vendimarrjet e fundit, është një parti e cila ka braktisur jo vetëm momente shumë të rëndësishme që kanë bënë me programin e saj, por edhe formalizimin e aleancave e ka bërë përgjithsisht me partitë majta. Ndërkohë që elementi më i rëndësishëm që ka të bëjë me kredibilitetin e një partie që vjen nga një sistem komunist, që reformon sistemin, sikur se ka qenë Partia Demokratike, e cila u ndërtua si një parti gati në një front të gjerë, ku ishin brenda ish komunist dhe ish përndjekur. Ishin njerëz me prona dhe njerëz pa prona, njerëz të interesave të ndryshme, dhe pikërisht këtu fillon dhe bëhet çedimi. Vetëm para disa muajsh, juve zoti Bugajski i keni në vëmendje ato skena të tmerrshme që lidheshin me vetdjegjen apo me vetë sakrifikimin e të përndjekur politik, të cilët edhe sot e kësaj dite janë jashtë vëmendjes për të kompensuar, jo si një politik qeveritare, por si një drejt legjitime që i buron pikërisht nga ajo që kanë kaluar dhe si një drejt kushtetuese për të marrë një drejt tyre. Apo problemi tjetër që mbas 22 vitesh ne ende nuk kemi zgjidhur çështjen fondamentale të së drejtës që është edhe çështje bazale e ekonomisë tregut, çështja e pronës. Pra kjo parti e cila jo vetëm nuk i ka zgjidhur momente të rëndësishme të programit saj, por në aleancë ka qenë vazhdimisht me partitë majta, e ka bërë Frymën Demokratike që të dalë nga kjo lloj psikologjie, ku partitë janë kthyer në parti të individëve dhe nuk janë parti të cilët kanë psikologjinë e grupit, nuk kanë demokraci të brendshme. Këtu unë hap një parantezë që është shumë e rëndësishme. Dhe deputetët sot, kandidatët për deputet, janë produkte të vullneteve individuale të kryetarëve të partive politike. Ndërkohë që ne kemi bërë hapa mbrapa për sa i përket
kësaj vendimarrje. Ende sot, në Partinë Demokratike nuk janë zyrtarizuar ndryshimet që duhet të vinin nga kuvendi kombëtar që kanë realizuar para disa vitesh. Pra unë mendoj që ka shumë gjëra që lidhen qoftë në orientimin në aspektin politik, qoftë në mënyrën e mbajtjes apo të mos mbajtjes së angazhimeve, dhe mbi të gjitha që është më e rëndësishmja, është mënyra e sjelljes që sipas këndvështrimit tonë ka një çedim të jashtëzakonshëm në jetën e brendshme të demokracisë së asaj partie. Ne jemi futur në skenën politike shqiptare natyrisht jo pa eksperiencë. Ne jemi futur dhe po demonstrojmë një karakter shumë të fortë edhe për sa i përket aludimeve që bëhen për koalicionet të mundshme. Ne kemi një qëndrim tonin dhe sigurisht që është shumë e rëndësishme që ti të demonstrosh, të konsolidohesh, të jesh i pasur në deklarimet programore dhe i takon aleanca e vërtet që Frymëria Demokratike ka është aleanca me qytetarët. Kjo nuk është një retorik, kjo është një ndjesi dhe patjetër është një ndjesi që vjen në mënyrë të vullnetshme nga ne. Sepse ajo që ne konstatojmë, jeta e partive politike s'duhet bëhet nëpër kafenet më luksoze të Tiranës, apo nuk mund bëhet tek zyra e kryeministrit apo tek zyra e kryetarit opozitës. Demokracia e vërtet, sidomos për një vend vogël si Shqipëria, ku njerëzit kanë mundësi të takosh drejt për drejt, realizohet në ato mjedise ku jetojnë, ku punojnë, ku mësojnë shqiptarët. We will briefly break for a few ads. I want to ask you about your voter base. Presumably you're trying to appeal to the middle class, to the up-and-coming Albanian middle class, which is always essential for any democratic system, as we see in America, as we see in Western Europe. How large is your potential voter base in Albania, at least in these elections? And is it something that's likely to grow in the future? Unë mendoj që është momenti për të dhënë një shpjegim shumë të rëndësishëm këtu. Dikush është munduar të interpretojë që Frymëria Demokratike do të marrë vot nga të pakënaqurit e Partisë Demokratike. Nuk është kështu. Sepse të pakënaqurit në përgjithësi të shoqërisë janë ata që përgjithsisht nuk kanë marrë pjesë në votime. Kjo është arsyeja që niveli i pjesëmarrësve në votime në Shqipëri është relativisht i ulët. Pra, banda në kuptimin e shtrirjes të atyre njerëzve ku ne mendojmë që do të marrim mbështetje, është mjaft e gjerë. Është jo vetëm shtresa e mesme, janë patjetër edhe ata që janë të zhgënjur, por janë edhe ata që besojnë që kjo forcë politike demonstron karakter, kjo forcë politike ka njerëz me eksperiencë, sepse nuk mjafton të kesh një dëshirë për të ndërtuar një parti politike, por secili lider politik që vjen në udhëheqje të një formacioni politik ka në vetvete memorien dhe backgroundin e tij, në të mirë dhe në të keq. Pra unë mendoj që mundësia për të kontaktuar dhe për të thithur, për të absorbuar interesin e shqiptarëve është shumë e madhe. Unë këtë zoti Bugajsi e kam parë edhe në vitin 2005, kur unë kandidoja në një zonë të qendrës Tiranës, kam parë që partitë politike i morën votuesit tradicional, por unë si individ mora më shumë se gjysma e votave tradicionale të partive, që do thotë që njerëzit shikojnë dhe profilin, shikojnë dhe përtej partive dhe programet partive politike. Let me refer to a recent survey by the American institution, National Democratic Institute. It's a report that they published recently, a report based on these focus groups that they conducted in various parts of the country. And the survey indicates that a majority of Albanian citizens think that the country is moving in the wrong direction. They also distrust all politicians, or at least they say all politicians. What would you do, what would your party do to change that public perception of the country's movement and the place of politicians in the political system? Shumë e thjeshtë, duke qenë të kursyer në demagogji, duke qenë të kursyer në shpalosje ideologjike dhe duke qenë sa më shumë afër të vërtetës.
Politikanët shqiptar e kanë bërë zakon që thurin shumë mesazhe gati të pabesueshme. Vetëm brenda një periudhe të shkurtër kohore që ne ndetëm së bashku në një mjedis, pat 2-3 herë blackout, hiku energji elektrike. Përftyroni që kjo ndodh në qendër Tiranës dhe përftyroni që në të njëjtën kohë kryeministri shqiptar thotë që jemi super fuqi energjetike në Ballkan. Shumë projekte të deklaruara të parealizuara. Do i them diçka për ta relaksuar pak bisedën tonë. Para pak ditësh po udhtoja drejt Hollandës dhe rrugën e parë e bëm nëpërmjet një linje që të çon në Munich. Përpara rreth meje kisha edhe 2-3 zyrtarë të administratës. Natyrisht unë kam respekt për administratën gjithmonë, sepse slogani jonë është frymëre demokratike për shtetin dhe qytetarët. Kështu që në çdo lloj rrethane unë e konsideroj punonjësit e administratës një shërbëtor të denj të institucioneve dhe të popullit. Dhe duke zbritur për në aeroportin e Muniut, natyrisht që menjëherë shikon atë infrastrukturën e mrekullueshme të fshatit gjerman. Me ato fusha të punuara dhe me atë infrastrukturë bashkëkohore. Dhe po i dëgjoja që po thonin që shiko sa bukur. I thash vërtet shumë bukur. Ne të gjithë së bashku duhet jemi të lumtur, i thash. Sepse sipas përcaktimit të kryeministrit ne jemi vendi i dytë në Europë mbas Gjermanisë. Pra, njerëzit duhet të kenë kurajo, sepse njerëzit sot nuk janë të izoluar. Të gjithë shqiptarët kanë pasur mundësi të dalin, të shikojnë. Dikush për arsye pune, dikush në emigracion, dikush për arsye studimi. Dhe duhet ta shikojnë realitetin. Dhe është e mjerueshme që sot të perceptohet, të absorbohet, që gjithçka që del nga goja e politikanëve dhe sidomos atyre që sot janë qeveri, për të bërë dallimin midis demagogjisë, falsitetit dhe realitetit. Sot Shqipëria ka dimensione reale, natyrisht që në 22 vite shqiptarët kanë ndryshuar jetën e tyre. Unë i kam falenderuar jo më larg se sa 2 ditë përpara në një takim me emigracionin në Itali për rolin e tyre të jashtëzakonshëm në rimëkëmbjen e ekonomisë familjare dhe kombëtare. Por nga ana tjetër ne do të shohim këtu një nga pikpamja e raporteve, një mund dhe sakrificë të jashtëzakonshme të qytetarëve dhe një punë shumë të dobët të autoriteteve për të sjellë në eficiencë të gjithë ato që kanë sjellë emigrantët gjatë 20 viteve. Fakti që Tirana sot 5 fishohet në popullsi, nga 200.000 vetë që ka pasur, sot shkon në rreth 1 milion banor. Fakti që janë ndërtuar pallate pafund. Dhe kjo nuk shoqërohet me ndërtimin e rrugëve të reja, tregon që ai që ka çeduar në këtë histori nuk është qytetari dhe iniciativa private direkte, por është ai që duhet jetë rregullatori, zyrtar i jetës së njerëzve, i bizneseve, pikërisht shteti. Dhe në krye të këtij shteti natyrisht janë politikanë të cilët tentojnë që ta bëjnë situatën e bardhë ta bëjnë të zezë, apo e kundërta. So specifically, let me ask you, what is the new democratic spirit? In other words, what should be the new democratic spirit of politicians? Because presumably you're talking about political behavior, accountability, legitimacy, listening to voters, transparency, all the things that we value in a genuine pluralistic democratic system. Can you sort of summarize what your party stands for in that respect? Spari do thoja zoti Bugajski që ky vend po vuan diçka që nuk e vuajnë vendet e tjera demokratike. Po vuan pikërisht mungesën e rotacionit. Pra kur themi rotacion politik në mënyrë absolute nuk kam në vëmendje
largimin e një emri dhe ardhin e një emri tjetër. Kur them rotacion në një kuptim shumë më të gjerë, rotacion edhe brenda partive politike, edhe një rotacion të elitave, të cilat jo domosdoshmërisht do të jenë politike. Ne shikojmë edhe në institucione që janë institucione të shkencës. Futen njerëz që kanë një background partijak, ndërkohë që mjaft figura të nderuara që ndërrin jashtë, sepse janë jashtë këtyre interesave. Unë jam për të demonstruar edhe një nevojën e ardhjes së flukseve të reja që vinë nga gjeneratat e reja. Pra mendoj që kjo duhet të jetë një frym që duhet na shoqërojë. Kam parasysh këtu një përsaktim të një shkrimtari, në mos gaboj shkrimtar amerikan, që kur kërkonte të identifikonte një mjedis politik, thonte ai mjedis i ngjan kënetës, ku rriten dhe shumëzohen mikrobet, të afta pastaj për të sjellë epidemin. Pra, çfarë është rotacioni? Rotacioni është pikërisht ajo që ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që një president i Shtetet e Bashkuara nuk mund të qëndrojë më shumë se 2 mandate. Kemi mjaft figura europiane të politikës të cilat kanë qenë dhe s'janë. Ndërsa në Shqipëri shikojmë po të njëjtat figura, të cilat natyrisht mund të nderohen për të kaluarën e tyre, qoftë diku pozitive, ku diku problematike, por tek e fundit duhet të kuptojnë që shoqëria nuk është thjesht një individi. Sot ne kemi këtu në auditor, kemi të rinj që kanë lindur pikërisht në momentin e ndryshimit të sistemit. Kanë parë një fytyrë, shohin prapë të njëjtën fytyrë. Ndërkohë që ata kanë ardhur sot të inspiruar për të futur në politikë dhe për të qenë pjesë vendimarrëse. Prandaj unë mendoj që çështja e rotacionit është një çështje shumë parimore. Dhe për sa i përket pastaj, të gjitha çështjet e tjera që frymëra demokratike duhet trajtojë çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat kushtetuese të individit dhe pastaj çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë. Fakti që sot është për të ardhur keq. Nuk merren vetëm ushqime me lista, por unë kam dëgjuar që kanë filluar të merren dhe medikamente me listë. Pra, në rast se bëjmë një vrojtim relativ të gjërave, në mjaft gjëra vërtet nuk më vjen mirë ta them, ka një regres, sepse vetë ekonomia e Shqipërisë, vetë biznesi nuk është përndar në mënyrë të harmonizuar, por ka shkuar në interesa klienteliste. Dhe për këtë sot flet e gjithë Shqipëria. Njerëzit pavarësisht nga stadi në cilin ndodhen, qoftë stat social, qoftë stat ekonomik, qoftë stat kultural, të gjithë arrin të kuptojnë që gjërat po shkojnë në një dorë. Dhe nuk mjafton thjesht politikisht, por edhe nga pikpamja e administrimit të jetës ekonomike. Ne mendojmë ta shkrirojmë jetën e monopoleve dhe me qenë si ju bët një pyetje të drejtë për drejtë, frymëra demokratike tenton të jetë një forcë politike e moderacionit qytetar, jo vetëm në Parlamentin shqiptar, por në institucione dhe në jetën shoqërore të Shqipërisë. Given your strong support for political rotation, would you go into a coalition with the socialists after the elections to form a new government? Or would you envisage possibly a coalition with the Democratic Party? What is your view on coalitions? Fakti që deri më sot forcat politike ka qëndruar në konturet e spektrit politik u bën pjesë, si një parti e qendrës djathtë, ne jemi shprehur që me Partinë Socialiste nuk kemi kompatibilitet për sa i përket aspekteve ideologjike. Me Partinë Demokratike natyrisht që nuk futemi në koalicion sepse na ndan thellësisht morali i qeverisjes dhe me drejt del pyetja. Juve si mendoni ta realizoni koalicionin? Së pari, ne mendojmë që të shkojmë të konsoliduar në zgjedhjet politike dhe natyrisht çdo njeri e kupton sa më e madhe të jetë valenca politike e një partie politike, aq më shumë është përcaktuese në të gjithë ndërtimin e atyre politikave që do jenë nesër në interes të Shqipërisë. Prandaj ne mendojmë që jemi në politikë së pari për shtetin, për qytetarët dhe për një perspektivë të qartë euroatlantike të Shqipërisë. So let me turn now to
specifically on domestic policy, what would be your economic prescriptions? Albania finds itself in a difficult economic position at present. Most of Europe does anyway, but Albania, I think, also now, with the potential danger of a recession, in surveys and attitudes of public I've seen, big question is the economy, unemployment, stagnant living standards, future prospects for children and so forth. What specifically have you got to offer the electorate? Natyrisht që çështja e ekonomisë është një çështje substanciale. Pra, një shtet padyshim ka një shoqëri të konsoliduar kur ka bazamentin e ekonomisë e ka të fortë padyshim. Dhe ka një lidhje shumë organike midis mënyrës të bërit politik dhe ekonomisë. Unë nuk dëshiroj të shkoj në përsaktime të materializmit për të thënë që cila është e parë, është ekonomia apo politika. Po natyrisht që vërtet sa është e rëndësishme njëra, është e rëndësishme tjetra. Unë besoj që klasa politike shqiptare i është larguar në mënyrë të ndjeshme prioriteteve bazë të ekonomisë kombëtare. Ne gjatë këtyre viteve duhet thonë që kemi bërë një ndryshim të rëndësishëm për sa i përket strukturimit të ekonomisë. Dikur kemi pas industri të rëndë, ajo industri e rëndë dhe ajo industri e cila ndikonte ndjeshëm në ndotjen e mjedisit, sot nuk ekziston më. Që do thotë janë të gjitha shanset që prioriteti i ekonomisë kombëtare, sikur se ka qenë në tradit, duhet jetë sot për mbi bazën e teknologjive dhe bioteknologjive të reja. Është pikërisht bujësia, është blegtoria, është agroindustria, është ekoturizmi dhe padyshim e kemi këtë të lidhur jo thjesht për të marrë kënaqësitë që të jep klima e Shqipërisë, bukuritë e Shqipërisë, por edhe me një element tjetër që ka mbetur shumë i pakonsideruar. Është turizmi arkeologjik. Shqipëria ka shumë site arkeologjike. Dhe në rast se do t'i bëjmë një vrojtim shumë të thjeshtë, pa ndërlikuar situatën, të gjitha vendet, sitet arkeologjike janë shumë afër Bregdetit, janë shumë afër qyteteve. Duke nisur nga Butrinti, njerëzit shkojnë dhe kur themi që shkojmë në Sarandë, së pari njerëzit mendojnë atë klim që ka Saranda, apo shohin pastërtinë e ujit të detit. Por duhet ta shohim pak më thellë dhe kjo është pjesë e politikave qeveritare. Dhe ne mendojmë që ta fusim dhe e kemi në draftin e programit tonë. Pra turizmi duhet të jetë kompatibël me ushqimin dhe një ushqim që ka sigurinë ushqimore brenda, që ka sigurinë dhe kualitetin. Një ushqim bio, një ushqim autokton, me kuzhinën autoktone, t'i shërbejë dhe turistit, por nga ana tjetër të krijohet kjo dhe si një mundësi për të parë, për të vlerësuar historinë e lashtë të popullit shqiptar. Butrinti, Bylis dhe pastaj me radhë Apolonia, shumë gjëra nuk do i them se për efekt kohe, Durrësi, Epidamnus, Dyrrajum, me gjitha dhe qytetërinë të lashtë, pastaj Lezhë, pastaj Shkodra, janë të gjitha që të japin mundësinë që ai turist që vjen të mos vijë të shpenzoj atë lloj kohe të vyer pa parë asgjë. Ne sot kemi kënaqësinë kur i shohim turistët të shkojnë në Kalan e Krujës, sepse është historia e heroit ton kombëtar. Por nuk besoj që është vetëm kjo në historinë tonë, sepse ka hapësira të tjera kur një traget qëndron në Sarandë, detyrimisht që duhet lidhet me vlerësimin jo vetëm të natyrës, por edhe të historisë. Let me just jump in. I think you have a lot to learn from your southern neighbor, from Greece, in how to benefit from your ancient history, Pelasgian, Illyrian, and so forth. This could also benefit broader tourism, I think, in Albania. Plus, you have many beaches that are undeveloped. Problem is infrastructure, insufficient infrastructure. Is this something you would put focus on? Unë mendoj që çështja e infrastrukturës është parsorë. Nuk mund të them sepse duhet të jem i drejtë. Nuk mund të them që s'është bërë asgjë, do ishte gabim. Atëherë, unë do bija në kontradikt
me vetëm për të demonstruar që jemi një forcë politike që vlerëson atë që është bërë, vlerëson realitetin, por në vlerësimin relativ ne jemi për të shkuar dhe për të bërë gjëra shumë më mirë dhe shumë më shpejt. Sot Bregdeti i Shqipërisë ka një problem madhor që s'duam shkojmë sërish tek ajo që komentuam pak më parë. Janë probleme që lidhen me pronësinë. Pronësia jo vetëm që nuk i jep mundësi autoktonëve në ato zona që të marrin pronësinë e tyre, por nuk i jep në mënyrë absolute asnjë lloj besueshmërie investitorëve të huaj. Sot unë kam rastin të them edhe për një abuzivizëm që vjen nga mënyra e të bërit politik nga qeveria aktuale. Në momentin kur ti nuk e zgjidhur çështjet e pronësisë, ndërkohë që shumë pronar legjitim vinë me letrën në duar për 20 vitesh, kryeministri shpall parrullën Shqipëria 1 euro. Dhe kjo Shqipëria 1 euro është jo vetëm për ta zhvlerësuar nga pikpamja psikologjike, që Shqipëria vlen ka kaq pak, po për ta futur në ato labirinthe të korrupsionit, që nuk e merr vesh i pari dytë se kush e merr këtë tokë, me çfarë kushtesh e merr këtë tokë. Dhe sa do më bën tek ata që kanë menduar që demokracia do të risjell pikërisht pronën e paraardhësve të tyre. Pra unë mendoj, zoti Bugajsi, që është shumë e rëndësishme që kjo politik duhet të jetë në unison, të mos ketë arsye për debat, për të zgjidhur në mënyrë definitive atë që do të na bëjë të mundur që të futemi në bursë. Ne s'futemi dot në bursë, është ndërtuar bursa në 95-un dhe praktikisht falimentoi, sepse titujt e pronësisë janë elementi i parë që futen në bursë. Pastaj aksionet që kanë njerëzit në bizneset e tyre. Pra, gjërat duhet të rivlerësohen, duhet të rivendosen, duhet të riparohen pikërisht në strukturën e tyre. Një shtet është i fortë kur ka struktura të forta. Dhe unë besoj që ky është një element shumë i rëndësishëm i ekonomisë kombëtare. In terms of job creation, you've mentioned tourism, you've mentioned infrastructure. What would be the other areas? Because Albanians want jobs, they want to work, they want to have their kids to have a good education, stay in the country to work, to get a decent standard of living. Where would job creation come from? Where would be the main sectors? Unë besoj që përveç këtyre fushave që ne i konsiderojmë prioritare, janë dhe manufakturat. Patjetër që ka ne sot e kësaj dite kemi disa eksperjenca, ka zona të caktuara që kanë një traditë në artizanat. Dhe është shumë interesant se këto zona kanë qenë të shpërndarë në mënyrë harmonike në të gjithë Shqipërinë. Zona në veri të Shqipërisë, në mes të Shqipërisë, në jugën e Shqipërisë, çdo zonë apo rajon ka dhe karakteristikat e veta tradicionale. Shqipëria duke pasur në të kaluarën një diversitet jo thjesht klimaterik, por dhe traditash e zakonesh, ka orientuar që në prodhimet e tyre artizanale të jenë shumë specifik. Në vitin 1990-1992 është një keqardhje e madhe se nga këto zona, atëherë gati të izoluara, që të krijohet ideja sikur këto zona nuk prodhojnë, janë larguar nga Shqipëria vlera të jashtëzakonshme, në kostume popullore, në kostume të cilat kishin brenda jo thjesht pjesën e artit, por kishin edhe vlerat, sepse shumë gjëra kanë qenë në ornamente ari, në fije ari, por hikën dhe shumë të tjera që lidhen me antikuariatet, që sot bota i kërkon, këto janë larguar, një pjesë e mirë janë larguar nga Shqipëria. Kështu që unë mendoj që në çdo zonë Shqipërisë ne duhet të rikthejmë. Duhet të rikthejmë pikërisht ato tradita të atij artizanati, të cilat do ishin shumë të vlefshme për turizmin. Ne kemi rastin të kemi edhe vende afër që të shohin se ku shkojnë, në çfarë drejtimi. Shkon në çdo qytet diku të harruar të Italisë, shikon që ka një specifik. Pra turizmi lidhet jo vetëm me ushqimin, por lidhet edhe me objekte që i takojnë trashëgimisë sa asaj zone. E njëjta gjë ndodh në Greqi. Pse mos ndodhi në Shqipëri? Ndërkohë që ne kemi pas jashtëzakonisht të pasur.
Por sa i përket pastaj një fushë e cila është shumë e rëndësishme që është në bazamentin e të gjithave, natyrisht është edukimi. Ne nuk mund të vazhdojmë të bëjmë një edukim thjesht të përgjithshëm dhe sipërfaqësor. Fakti që ky vend ka një kredibilitet të ulur për sa i përket universiteteve sot. Vërtet kemi qenë të ecur për të parë universitete të lira private, por askush më shumë se sa profesorët, se sa akademikët, nuk mund të vlerësojnë asgjë më shumë se sa standardi i mësimdhënies dhe standardi i diplomës. Dhe sot kemi një paradoks i cili duhet të marrë fund. Njerëz që e marrin diplomën në mënyrë të pamerituar, nëpërmjet pagesave, dhe këto zëre i dëgjojmë çdo ditë, dhe studentë që studiojnë në mënyrë shumë serioze, dhe kur vjen pastaj problemi i absorbimit për në administrat, merren pikërisht ata që janë militantë partive. Kështu që unë mendoj që standardi i edukimit është një standard që ka të bëjë shumë me seriozitetin e institucioneve nesër. Ne mendojmë që këta duhet të stimulohen më shumë, duhet të japin shumë rëndësi dhe profesioneve që lidhen me degët teknike. Po të bëni një bilanc, sot në Shqipëri preferohen 2 degë e juridikut, jurisprudencë dhe ekonomikut. Deri këtu është investim i familjeve, është investim i individëve, dëshira e studentëve që të marrin një shkollë, dhe kjo është e mrekullueshme. Pra familjet pavarësisht nga situata e tyre ekonomike financojnë për të ardhmen e fëmijëve tyre. Ata që nuk e kanë bërë asnjëherë punën për të programuar të ardhmen e këtij brezi janë pikërisht institucionet. Del një pyetje shumë e thjeshtë, përderisa ka një numër të jashtëzakonshëm të studentëve që do dalin jurist. Ku do të punojnë? Pastaj vjen ajo që s'duhet të ndodhi, që o ndryshojnë profesionin, ose zhgënjehen dhe kërkojnë të ikin, ose më fatlumi pastaj që ka edhe mundësitë e rregullimit, rregullohet, por nuk është kjo që ka të bëjë me sistemin dhe me të ardhmen e një shoqërie të konsoliduar. Ne kemi nevojë edhe për profesione të caktuara. Ka raste kur në drejtim të disa institucioneve që janë specifike, supozojmë për energjetikën, vendosen njerëz që s'kan lidhje. Vendosen vetëm ata që kanë besimin politik, por ato që kanë atë përgatitje të lakmuar profesional. Pra unë mendoj që çështjet e politikës së re janë çështje mjaft komplekse, janë çështje të cilat preken konkretisht, nuk kërkojnë shumë mund për ta parë situatën. Është shumë e rëndësishme ta fotografosh situatën dhe ta bësh fotografinë nga bardhëzi, të tentosh që t'i japësh ngjyrat reale. We will briefly break for a few ads. What is your view in recent weeks, maybe even months, a sort of nationalist rhetoric is creeping into the Albanian foreign policy debate. What is your view of this? Do you think this is a danger for the region? Do you think this is, let's say, destructive of domestic politics or damaging to domestic politics? What is your view of this debate now? The debate, I mean, on Greater Albania, ethnic Albania, some of the statements from government side, reactions of Americans and neighbors and so forth. What is your view? Atëre, në rast se ne do të shikojmë aktorët e politikës që kanë marrë në konsiderat si temë të ditës çështjen e nacionalizmit, do të dallojmë që ka aktorë të vjetër të politikës, ka dhe aktorë të ri. Unë në çdo lloj rrethane mund të mirë kuptoj aktorët e ri të politikës, të cilët dëshirojnë të futen me fizionominë e tyre në politikë. Por ajo që unë nuk arrit të kuptoj është që aktor 20 vjeçar të politikës, aq më shumë kur je në krye të qeverisë shqiptare, duhet parë në retrospektiv si ka qenë sjellja. Këtu ne kemi çeduar për çështje shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me interesat e Shqipërisë.
unë kam qenë president Republikës dhe në çështjen e negocimit të ujrave me Greqinë është anashkaluar një detyrim kushtetues që ka pasur qeveria. Për të ardhur, për të marrë plot fuqishmërinë ose pëlqimin e presidentit për vazhdimin e negociatave. Edhe shumë gjëra të tjera që kanë të bëjnë me dinjitetin e shqiptarit apo me çështjet natyrës ekonomike. Pra, tentativa për ta risjellë si një çështje akute në një moment kur Ballkani ka nevojë të trajtohet me shumë kujdes. Dhe ju e dini që në krye të shtetit shqiptar ne kemi demonstruar të gjithë së bashku një politikë moderatore për sa i përket marrëdhënieve në Ballkan. Unë kam thyer një tabu dhe natyrisht këtë unë nuk e kam bërë thjesht një vullnet personal, por e kam bërë edhe në bashkëpunim me miq tanë strategjik. Kam ftuar presidentin Tadić të vizitojë Shqipërinë. Ndonse presidenti Tadić për shkak të situatave të tij të brendshme nuk pat kurajo ta realizojë. Në biseda të afërta ai pat shprehur dëshirën. I thash, edhe unë kam të njëjtën dëshirë që ne të forcojmë marrëdhëniet. Dhe do i bëj ftesë zyrtare. Kur unë i bëra ftesën zyrtare, ai nuk arriti ta realizojë dhe unë e kuptoj që liderat politik duhet të kenë vullnetin për të bërë gjëra të mëdha në interes të popujve të tyre. Por të vish sot me terma nacionaliste duke prishur dhe duke vështirësuar edhe standardin e jetesës qytetarëve shqiptarë në rajon, kjo është shumë e dëmshme. Dikush mendon që ka çliruar Kosovën. Tani të jemi me kom tok. Vërtet, ne kemi bërë përpjekje të jashtëzakonshme aq sa ne mund të bëjmë, duke mbështetur kauzën e Kosovës. Por, po mos e ishin në këtë mjedis Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mos ishin aleatët tanë më të rëndësishëm, mos ishte vendimarrja e presidentit Clinton për të ndaluar atë lloj masakre që e solli një politik ultranacionaliste e Miloševićit në Ballkan, natyrisht situata do të kishte qenë shumë e keqe. Prandaj ne kemi detyrë. Detyra është që të sintonizohemi me politikën e moderacionit në Ballkan. Dhe duhet sintonizohemi patjetër me të gjitha ato politikë dhe standard që kanë partnerët tanë strategjik. Çështja e nacionalizmit në Ballkan nuk ka vetëm një medalje. Përftyroni se në të njëjtën mënyrë ka qarqe që e trajtojnë në të njëjtën, me të njëjtin zel, ndoshta më shumë se sa ne, edhe në Greqi sot. Ju keni parë deklaratat skandaloze të përfaqësuesit të agimit të artë. Në mënyrën totalisht të papranueshme, brutale, në trajtimin e disa çështjeve të cilat sot në botë moderne janë dënueshme. Kështu që politika moderne duhet shkojë si një politikë drejt moderacionit. Ne duhet i japim më shumë të potencojmë i jetën, standardet dhe përfaqësimin politik, domethënë ta nxisim kudo ku jeton shqiptar. Kjo vlen për Shqipërinë, kjo vlen për partitë politike në Maqedoni, kjo vlen shumë për shqiptarët që jetojnë në Preshevë, të cilët nuk duhet ta ndjejnë veten të izoluar, por duhet të jenë pjesë e një interesi që ka të bëjë sa me politikën shqiptare, ka të bëjë edhe me standardet e Këshillit të Evropës për minoritetet. E njëjta gjë vlen për Kosovën, e njëjta gjë vlen edhe për standardin e minoriteteve kudo. Fakti që Kosova dje ka bërë 5 vjet nga momenti i shpalljes pavarësisë dhe ka një predispozicion që t'i trajtojnë gjërat me moderacion, ky është tregues shumë i mirë për të gjithë të tjerët. Ballkani, sidomos nga traumat që ka kaluar nga epoka e Miloševićit, që të gjithë e dinë se ç'lloj traumash ka pasur, ka nevojë që të shtoj bashkëpunimin politik, të shtoj bashkëpunimin ekonomik për të rritur standardet ekonomike, dhe duke shkuar në këtë linjë, do të vijë koha, do të vijë dita, ajo që kemi parë ne në Strasburg dhe Kiel, duke kaluar së bashku urën,
atë urë që i ndante në konfliktet mëdha, sot janë së bashku. Në rast se ne mendojmë që do shkojmë në Bashkimin Evropian, duhet shkojmë mbi bazën e këtij mentaliteti. Nuk mund të shkojmë në të kundërt, sepse rruga jonë drejt integrimit vetëm do të vështirësohet. Prandaj ne kemi këtë këndvështrim të një politike shumë të moderuar për të rritur dinjitetin e çdo shqiptari që jeton në hapësirat mbar shqiptare dhe për t'i futur ato në rrugët e integrimit. Kjo është shumë e rëndësishme. Well, do you think, to follow up to this, do you think this debate or voices about unification between Albania and Kosovo are damaging because they spark nationalist reactions amongst neighbors, whether it's Macedonia or Serbia, and potentially are regionally destabilizing? How would you respond to this debate? I've talked to some people, even on the show, about this reunification question. And it seems to be a bit, let's say, muddled, the idea of what reunification actually means. What is your position? Zoti Bugajski, në rast se unë do të ekspozoja atë ndjeshmëri natyrale që ka një njeri i çfarëdoshëm, unë do të doja të shikoja të gjithë shqiptarët së bashku në të gjithë hapësirat mbar shqiptare. Këtu jemi në politikë dhe politikanët duhet të dinë të respektojnë disa rregulla të rëndësishme që vendosen në konjunkturat ndërkombëtare. Në rast se ne shprehemi për dëshirat tona individuale, natyrisht që ato janë të tjera. Nuk besoj të ketë shqiptar që s'është patriot. Por situata është e tillë që ne nuk mund të bëjmë gabime amatoreske duke u larguar pikërisht asaj politike e cila na ka ndihmuar në mënyrë jetësore në etapat ndryshme të historisë. Ne kemi rrezikuar të zhdukemi si komb. Kanë qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës, që na kanë nxjerrë nga i hon i historisë. Kosova rrezikoi jo vetëm eksodin biblik, por edhe shuarjen. Erdhën sërish Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe partnerët evropian në favor të këtyre zgjedhjeve. Atëherë, a duhet shkojmë në harmoni, në sintoni me këto politika? Apo duhet bëjmë politika që të jap një kënaqësi për një grup mbështetësish në funksion të zgjedhjeve, për të krijuar pastaj më shumë dëme në kauzën e integrimit. Ne pikë referimi, ylli polar i shqiptarëve në rajon është integrimi në simbolikën e Brukselit. Nëse ne do të integrohemi, çdo qytetar do të shohë që kufit do të kenë vetëm vlera konvencionale. Pastaj gjithçka është sikur se funksionon sot në Bashkimin Evropian. Këtë gjë ja kam thonë edhe një leksion që unë pata në Universitetin e Shkencave Politike në Firenze, duke dhënë përgjigje pikërisht asaj fobie që kanë perëndimorët sot. Por në të njëjtën kohë jam shprehur hapur që qytetarët e Kosovës nuk mund të qëndrojnë në një ishull të izoluar ku të gjithë qytetarët e Ballkanit kanë të drejtë të lëvizin lirisht, ndërsa qytetarët e Kosovës nuk e kanë këtë drejtë. Kjo do ishte e papranueshme, pra politika europiane ka nevojë, ky është një qëndrim shumë personal, por ka nevojë që disa gjëra t'i shohë në ato standarde që duhet i gëzojnë të gjithë popujt e Ballkanit, dhe pastaj zhvillimi vjen hap mbas hapi dhe standardet e demokracisë padyshim janë pafund, por në këtë moment është shumë e rëndësishme që populli i Kosovës, i cili ka demonstruar që është i moderuar në komunikim, pra e ka parë botën qysh në vitet 70, ka nevojë që të mos bëj hapa mbrapa për sa i përket të drejtës për të lëvizur i lirë. Pastaj rregullat e tjera janë rregulla të cilat duhet të respektohen dhe të interpretohen sipas konventeve ndërkombëtare dhe politikës së partnerëve tanë strategjik. You mentioned the EU. Is Albania ready to join? Unë besoj që ëndra e shqiptarëve është që të jenë sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Por pyetja juaj është e drejtë për drejtë.
a është gati që të hyjë? Këtu është një çështje dhe standardi i parë vjen nga, për fat keq, nga standardi i politikës shqiptare. Standardi i politikës shqiptare është i tillë që është më larg se sa i standard që ka qytetaria për të qenë e gatshme për të futur në Bashkimin Evropian. Fakti që shkojnë në debate të parëndësishme dhe nuk plotësojnë disa gjëra që duhet të realizohen, besoj që kjo është një notë negative. Por unë mendoj që edhe debati që është të sjellë për sa i përket 3 ligjeve, nuk është debati real. Ne si forcë politike kemi qenë dhe do të jemi për të votuar çdo ligj që i shërben integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por nuk është i mjaftueshëm, sepse kemi lënë pa diskutuar standardin e demokracisë në Shqipëri. Pra, në një moment, supozojmë që u miratuan këto 3 ligje, a mund të themi ne që i kemi realizuar standardet e tjera? Që janë standardet të politikës në përgjithësi, standardet të qeverisjes, standardet të administratës publike. Sot e kësaj dite kërcënohen me largim nga puna ata që dëshirojnë të marrin pjesë në një aktivitet politik. A ndodh kjo në Europë aty ku dëshirojnë të shkojmë? Që do thotë që koncepti për të qenë i gatshëm për të shkuar në Europë është shumë i gjerë, është i thellë dhe rreth parë i takon insuficiencës apo pa mjaftueshmërisë që tregojnë dhe demonstrojnë politikanët dhe sidomos ata që janë qeverisët. My last question's on the role of the United States. You mentioned several times America's importance in development, Albanian development, in Kosovo, of course, in terms of statehood recognition. What would you say should be the role of American foreign policy vis-à-vis Albania? The reason I ask in particular is the reaction to the recent judicial process in the acquittal, which has created some friction between Washington and Tirana. How do you see this? I mean, how should America react according to your party position? Unë dhe kolegët e mi nuk e kemi parë rolin e Shtetet Bashkuara të Amerikës vetëm në funksion të çështjes shqiptare, pra të gjeopolitikës në Ballkan. Roli i Shtetet Bashkuara është shumë i gjerë dhe më i thellë. Pra kanë qenë pika e referimit për vendosjen e standardeve të demokracisë nëpër institucionet e Shqipërisë. Unë besoj që është bërë shumë nga politika amerikane për të demokratizuar institucionet e Shqipërisë. Sigurisht ka qenë një punë e vështirë, sepse ndonjëherë nuk mjafton çfarë jep mësuesi, pedagogu. Është puna sa është në gjendje për të absorbuar studenti. Pra ne jemi në pozicionin e studentit. Pra absorbimi dhe implementimi është një gjë shumë e rëndësishme. Dhe gjë e rëndësishme është që në politikë duhet të jesh serioz, duhet që të shohësh me vëmendje dhe të marrësh mësime nga ai që është niveli më i lartë i demokracisë në nivel botëror. Dhe pastaj sigurisht që çdo njeri për atë që realizon merr edhe meritat, por merr edhe ndëshkimin. Dhe rasti i fundit që ka të bëjë me retorikat nacionaliste, natyrisht një çështje për të shqetësuar. Zakonisht njeriu ka një shprehje që gjithmonë mëson. Por është ndryshe kur gabon kur je i ri, qoftë edhe në politikë. Por është ndryshe kur merr për disa të herë ndëshkim, edhe atëherë kur të ka ardhur koha të tërhiqesh në pension. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe unë mendoj që në politikën shqiptare ka vend për të marrë leksione. Dhe këta janë leksione të cilat nuk vlen shumë për individin, se sa vlen për gjeneratat e ardhshme. Dhe unë besoj që është shumë e rëndësishme pikërisht që ka të bëjë me këtë temë që ne e trajtuam shumë gjerë. Mamir Topi, thank you very much for joining me on the show. I'm sure we'll have you back soon, if not before the elections, maybe after the elections. Thank you.
My second commentary on an important regional topic focuses on the EU's conditionality weapon. The European Union has one major weapon at its disposal to motivate neighboring governments that are petitioning for membership. The weapon of conditionality has its supporters and its critics, and both raise important points about the impact of EU policy on aspiring member states. The EU accession process is long and arduous, and there are no shortcuts. This is especially the case for countries in the Balkans, which tend to be viewed as insufficiently reformed, corrupt, and mismanaged, as with recent members Romania and Bulgaria, or as EU backsliders, as is the case with Greece. Supporters of conditionality believe it has a positive influence by setting high standards for governance and the rule of law, and removing the focus from populism and nationalism. For instance, the purpose of specific EU conditions for Albania is to unblock the parliamentary gridlock, lessen political polarization, and contribute to a legitimate general election. Serbia and Kosovo present another example of EU conditionality intended to foster regional stability. The recent meeting between the Serbian and Kosovar presidents evidently underscores the benefits of EU pressure. Brussels requires agreements between Belgrade and Pristina on a range of issues before Serbia can start discussions on EU accession. Kosovo needs to implement reforms in the legal system and the protection of minorities in order to launch talks on a stabilization and association agreement. President Nikolic is desperate for success in Serbia's bid to join the Union. As the Serbian economy nosedives and social pressures mount, the government wants to demonstrate some sign of success. Such maneuvers would not lead to Belgrade's recognition of Kosovo, as Nikolic simply wants to do enough to start the EU accession talks. Critics of conditionality claim that it imposes onerous burdens during difficult economic periods. Instead of speeding up the process of accession to stabilize the West Balkan states, conditionality evidently increases reform fatigue within aspirant countries and may undermine pressurized governments. Critics charge that conditionality is a form of political blackmail in which timetables are shifted and new conditions are added at the whim of EU officials. Opponents also warn that such blatant EU interference at a time of economic distress can actually embolden nationalists and populists. Extremists may gain support among an alienated public by claiming that Brussels is simply looking for excuses to exclude them while undermining their national sovereignty. Clearly, the disputes continue, as do the conditions. Let me turn now to our studio audience for a discussion about politics and world affairs. What is in the minds of Albanian citizens? Today in the studios we have youth activists from the New Democratic Spirit Party. And let me get up to join you, at least get a bit closer to you. Welcome to the show. Thank you. Please, you have questions, I'm sure. Of course. You're the first. Good Could you evening, introduce Mr. yourself? Good evening. My name is Edmir Kolazi from the University of Edinburgh, Scotland. Actually, I got some questions for you. The first one deals with the elections, future elections. As you have perceived, most of the Albanian citizens are very pessimistic about the elections and very disappointed from the politicians. My opinion is that most of them are not going to vote in these elections. So, what, in your opinion, is to be done to attract them, to make them take part in this democratic process? Right. Well, first let me say turnout is extremely important for a democratic election. Inevitably, soon after the collapse of communism, turnout tended to be high. It tends to drop off over a series of elections, but it should not drop to a level where only a minority of the public actually participates in the election process. Whatever you think of governments, whatever you think of the process, elections are at least one occasion, well, two occasions if you think of local elections, in which the public can express its opinion, can cast its vote. I think there needs to be a get out the vote campaign,
And obviously each party needs to engage in such a campaign. The New Democratic Spirit Party, as a new party, has to become very much active in getting out what it thinks it's its voter base, but the same for all the other parties. In other words, it's incumbent in a way on the politicians, on the parties, to try and get out the vote. But it's also, I think, incumbent on citizens. Citizens have to decide why it's important to vote, why it's important to take part in elections, and encourage their peers, their colleagues, their workmates, spouses, whoever, their children, their families, to vote, because that is one of the few chances you have to express an opinion. Please. Oh, you said you had several questions. I have a second one. Okay. My second question deals mainly with the rotation. What will happen if the political rotation doesn't take place? What will this mean for Albania, for its future, and for its citizens? You mean by rotation that a new Political party rotation. takes power, Yeah, comes into government? definitely. Well, you know, as long as the will of the people is properly accepted and properly expressed, then parties do come into office on several occasions. There have been many cases in Central Eastern Europe where you've had the same party after 2 or 3 elections. The question is this a legitimate election in which all the votes are properly counted and which is accepted internationally as a credible, legitimate step forward in the electoral process? So you can't automatically say it has to have rotation. In other words, you've had your go, now it's the next party's go. It's up to the electorate to decide. But it's also up to a fair democratic process to make sure that the decision of the electorate is properly acknowledged. So rotation is good, but it has to come from the electorate. Please. Labiol Valili, University of New York, Tirana. I have several questions too. My first question is about the document that U.S. Embassy sent to the Albanian politic recently. And the second one, what do you think? Is it going, European Union, is it going to get tired from Albanian politic? What is the document you're referring to? The memo. Which one? The last memo that U.S. Embassy sent to Prime Ministry. Regarding, you're talking about nationalist rhetoric, yes, and so forth. Well, there is a fear, I think, in Washington that the area is fairly stable. The Balkans are fairly stable at the moment. Each country is making some sort of progress, uneven, but some sort of progress towards European Union. Several countries are already in NATO, and hopefully 2 or 3 others will also enter. Macedonia and Montenegro in particular. But there's still this lingering fear that there are 1 or 2 unresolved questions that if there is rhetoric, strong nationalist or let's say pan-nationalist rhetoric in any one country, that it could unbalance and destabilize the region through a reaction, a nationalist reaction in neighboring countries. Hence, there is a fear that if the government in Albania starts to manipulate, starts to use nationalist rhetoric, that this could be used as a pretext in countries such as Serbia, in Macedonia and elsewhere, to try and pinpoint the Albanians as the source of the problem in the region. In other words, the sort of stereotype, the Milosevic stereotype in a way, will come back to the forefront. And Albanians would be seen as somehow destabilizing the Balkans. This is a fear, I think, in the United States. Not that there will be a new war, but that this could set back the political developments in each of these countries, which should ultimately be within a European Union in which those borders don't mean as much as they used to. This is the sort of ideal objective. Your second question, I think, was on, is the EU getting fed up with Albanian politics? Well, I think the EU is fed up with politics in many countries. And it also depends who you mean by the EU. I mean, certain countries in the European Union clearly are fed up with politics, even in some member states, let alone outside. Look, there is no easy path to the European Union, and I think each of the countries, particularly those that have had a long struggle to get in, they understand this and they realize this, and they want to help Albania to overcome these political obstacles. I don't think it will come to a point where they'll say, well, we're washing our hands of Albania, they simply cannot get their act together. I think there is still a belief that Albania can get its act together. And I think these upcoming elections are going to be, let's say, a test in that process of stepping up towards the European Union standard.
Please. Good evening. I'm Emirana Huti, third-year student of Epoca University. My question also consists about the election on June. What are your predictions about the political parties, I mean coalitions? Will they be together their political ideas or just numerical coalitions? Or just the what? Numerical. I mean, Numerical. I thought you said miracle coalition. No, no. Okay, numerical coalition. Thank you. Well, you know, all coalitions mean, what does coalition mean? It means a compromise. In other words, if you bring another party or parties into a governing coalition to ensure that you have a sufficient parliamentary mandate to govern, then you have to make compromises with those parties. You have to bring in some into the ministries. You have to take aboard some of their program. In other words, there is a give and take in politics, a negotiation process. This is why coalitions sometimes take a long time to form. And sometimes they break down because a smaller party isn't offered enough, or the bigger party thinks the smaller party wants too much. So, you know, coalition politics is also part of the democratic process. And this is also something I think voters or party members, party activists can influence in terms of how much you're willing to compromise with another party in order to be part of the government. And in an ideal coalition, you have sufficient compromise on individual members of government as well as programs, platforms, that you can govern for the full term as a coalition, that the coalition doesn't break down. But it doesn't always happen. We've seen throughout Europe, coalitions break down for various reasons. Good evening, Angie Tofina, first-year student of Faculty of Economy, University of Tirana. I only have one question, which is focused more on the Albanian youth. From your point of view, how can the future government reduce the unemployment rate of Albanian youth? By creating jobs, by making sure that the educational system is such that it directs people into credible employment, existing employment, that it attracts foreign investors. For example, in tourism sector, infrastructure, energy, whatever it is. In other words, to create jobs within Albania that will help raise the living standard here, but will also discourage Albanians from leaving the country. And sometimes, as you know, some of the best educated young Albanians leave the country because there aren't sufficient prospects. The economy is number one always in every country. And particularly, I think, during this election campaign, you, the voters, you, the young people, need to press politicians. You know, I'm not a politician here, but ask them, what are you offering? Why should I vote for you? Are you going to create jobs? Are you going to improve the economy? You know, this is presumably the number one question for everybody. And it's up to citizens to press their politicians on these issues and not get distracted by nationalist questions, by you know, esoteric topics that have nothing to do with your daily lives, with your ordinary daily lives that you want to have improved. So, up to the citizens. Ask your politicians. Please. Good evening. My name is Flavio Bejo, a student at the University of Tirana. And my question is on this topic, on the youth. What is the role of the youth in politics, and what advice would you give to them because they have ceased to believe and lost their faith, and probably most of them want to depart and start a new life abroad and not in Albania. What should they do? How can they reform the system? How can they change this society or whatever? The only way to reform a system, if you're a young person, is to become involved in the system. Because Albania has generally a rudimentary, I would say, democratic structure. It's a democracy, but it's a developing democracy. And there are still areas that need improving. One of them, very important, is what you're raising. In other words, youth involvement in politics. Whether it's within existing parties, whether it's campaigning at local level for improvements in your environment, whether, as we've said, campaigning for jobs, whether it's campaigning to change legislation, making your politicians accountable to the constituency. There are many areas, and look at other countries in Europe, how young people become engaged and involved in politics. You know, Albania is not alone. There are many countries that experience similar problems of youth alienation, which oftentimes comes because of high unemployment, because of frustration with your politicians. This is common in many parts of Europe, I would say, but youth need to be involved. You can't just leave and go somewhere else. You may find the same problem somewhere else as well. You know, get involved, become active. There's no reason why
you today can't be prime minister in 30, 40 years' time. You know, I mean, if you want to, of course. But, you know, you've got to think big. You've got to be ambitious, economically and politically. Albania can make it if young people stay, work hard, and make sure that politicians are accountable. Please. Good evening. Desart Bregasi, MSc student from Kingston University, London. The economical crisis started from America, as everyone knows. Don't blame us for everything. What would you suggest the Albanian politicians to do to minimize its effects? Well, there are many crises. When you say economic crisis, you're talking about what started about 5 years ago with, okay. Yeah, I mean, I would say that the American economy, there are some signs that it's beginning to pick up. And of course, the American economy is extremely important for global economic health. That's why nobody would like to see the American economy collapse over a cliff or anywhere else, because that would impact very negatively on the rest of the world. But there are also crises within Europe, economic problems within Europe that Albania is directly affected by. Whether it's insufficient investment, whether it's lack of credits, whether it's you know, bailout funds to specific countries, whether it's less focus on the Balkans by foreign investors, whether it's fewer jobs by Albanians going overseas to Germany or other countries in Western Europe. So, you know, it's not simply that this crisis was made in America and is going to be solved in America. There's a lot of things here in Europe that can be done and are being done to make sure that the sort of crises we've witnessed in Greece or Italy or elsewhere do not recur in the rest of the European Union. And that, of course, affects Albania, because Albania is increasingly closely tied to Europe, economically, through trade, through investment, and hopefully in future through integration. You have a second question? Yes. Very last question. Okay. I would like to ask you, I don't know if you are informed about the human rights and the equality with women in Albania. Do you think we need a new Abraham Lincoln here? Abraham Lincoln? Yes, to support our rights. Well, you don't have slaves. I mean, as far as I know, yes, women aren't exactly slaves, but certainly gender equality is key for any democracy. I mean, it's half of your population. One half has to be equal with the other half. So women have to have the same opportunities, the same chances to achieve in every field, whether it's business, whether it's politics, whether it's government, whether it's private sector. Gender equality is key, and I think it's something that needs to be worked on in Albania, which, as you know, is a very patriarchal society, still has a way to go before you have full liberalization of relations between the sexes. That'll come, but again, you as young people need to work on that, because that affects all of you. That's it. Thank you very much. Unfortunately, we have already come to the end of the show. I have, as usual, greatly enjoyed being with you and with my colleagues at Albanian Screen. Good night, everyone, and please remain healthy, productive, and optimistic. And I will see you all very soon. Miro Pavshim. Thank you.